Përshëndetje, sot përsëri jemi në një fermë, këtë radhë jemi tek ferma e Romit, në kuadër të mbështetjes që ofrohet nga Qendra ABA për fermerët. Jemi dhe me doktor Ladin si zakonisht në zonën e Lushnjës dhe sot do flasim për një komponent të ushqyerit që vlerësohet si shumë i rëndësishëm dhe pikërisht do flasim për ushqimet e koncentruara. Ushqimet e koncentruara janë një burim shumë i mirë i disa elementeve, qoftë i proteinave, qoftë i energjisë, qoftë i mineraleve, vitaminave, të cilat të gjitha së bashku janë pjesë e plotësimit të nevojave ditore të lopëve, duke na krijuar mundësinë për të krijuar pikërisht atë që quhet pra balanca e ushqimeve. Dhe koncentrata luan një rol shumë të rëndësishëm në këtë rast, qoftë për sa i përket prodhimit, për të pasur pra një prodhimtari më të lartë, qoftë për sa i përket shëndetit të kafshëve, mirëqenies së tyre, dhe njëkohësisht edhe elementit të riprodhimit. Sepse ushqimi i pabalancuar na çon në një seri problemesh, na çon në radhë parë në disa sëmundje, që quhen ato sëmundjet metabolike apo jo doktor, që janë sëmundje që rrjedhin nga mungesa të caktuara, siç mund të jetë për shembull damllaja e qumshit, ose efja e qumshit, ose teprica. Siç mund të jenë acidozat, pra të gjitha hemoglobinuria, mos balancimet e ushqimit na çojnë në pasoja të tjera, sikurse është edhe, siç thash, edhe çështja e riprodhimit dhe prodhimit. Kështu që për këtë arsye kemi menduar që sot të trajtojmë pak më në detaje problemin e koncentratës, e cila nga shumë fermerë sot ka filluar që edhe të prodhohet vetë në fermë dhe të shërbehet lopëve. Por natyrisht edhe koncentrata ka disa raporte të caktuara të përzierjeve. Prandaj ne duam që t'japim disa shembuj se si mund të bëhen disa kombinime të koncentratës, thjesht si orientime, pra si thot doktori, pra disa receta orientuese për koncentratën. Këtu për këtë arsye kemi marrë disa shembuj. Ky shembull i parë është një përzierje e thjeshtë e cila ka në përmbajtje elbin, ka në përmbajtje misrin, tërshërën ose drithrat tjera, mielin e sojës, minerale, pra përzierjen e mineraleve, edhe molas, për cilin ne do flasim gjithashtu. Dhe kjo lloj përzierje është një burim i mirë, i balancuar i proteinës dhe i energjisë. Janë dy element kryesor tek këtë ushqyerje e balancuar. Për shembull, elbi dhe misri ofron karbohidrate, apo ato që quhen pra sheqera, po ta themi në gjuhë më popullore. Tërshëra ofron fibrën, që është e nevojshme pra për celulozë për të ushqyer. Dhe mielli i sojës na ofron proteinën, që është gjithashtu shumë e rëndësishme. Nuk ka të diskutuar rëndësia që kanë përzierja e mineraleve pra ato që ndodhen kryesisht në premikse, të cilat krijojnë të gjitha premisat ose kushtet për të siguruar lopëve element mineral dhe vitaminik, pra vitamina dhe minerale, siç edhe ne njerëzit kërkojmë vitamina dhe minerale për një funksion më të mirë të organizmit, po ashtu është edhe kjo tek lopët. Në një përzierje e cila një koncentrat tek lopët e prodhimtarisë lartë, pra që shkon mbi 25 litra qumësh në ditë, përgjithsisht rekomandohet rreth 8 kg koncentrata. Dhe nëse do kemi parasysh këto përqindje, orientimi kryesor është që në një përzierje pra 8 kg për një krerë, 2.4 kg, 2.5 është elbi, në sasi të barabartë me misrin, 1.5-1.6 kg është tërshëra, mielli i sojës është 800 gram ose 0.8 kg, rreth 80 deri në 100 gram është përzierja e premiksit dhe molasa është rreth 720 gram. Pra ky është një nga rastet e mundshme të përzierjes. Shembull tjetër, përzierja quhet kjo që është kjo pra që quhet përzierja e pasuruar. Çfarë kemi në këtë rast? Kemi elbin, misrin, bërsinë e grurit
kemi mielin e sojës, kemi bërsi lule dielli, mineralet dhe vitaminat, sikurse dhe molasën. Në këtë rast, për të prodhuar pra një 8 kg, pra gjithmonë flasim për lopët e prodhimtarisë lartë, elbi dhe misri janë në raporte të barabarta, 2 kg dhe 2 kg, bërësia e grurit është rreth 1,2 kg, mielli i sojës 1,6, bërësia e lule diellit 0,4 ose 400 gram, përzierja e minerale ose premiksi është gjithmonë pra në këto nivele 80, 100, varet nga përmbajtja e saj dhe molasa përsëri 720. Kjo është një koncentrat e cila na siguron një burim të lartë fibre dhe proteine. Sepse bërësia e grurit siguron fibër, goxha fibër, ndërsa bërësia e lule diellit na jep më shumë protein edhe yndyrë. Në lopët përsëri, pra për lopët me prodhimtari të lartë, jemi në të njëjtën sasi, por kemi rastin kur na kërkohet një burim më i lartë energjetik. Atëherë, çfarë ndodh në këtë rast? Kemi rritur sasinë e misrit, po ta shikoni, e kemi 3,2 kg, elbin 1,6, tërshërën 0,8 ose 800 gram, mielin e sojës 1,2, është futur një element tjetër që është kolza, e cila grupi leguminozë. Futet te leguminozët dhe është shumë e rëndësishme dhe është një burim ushqimi me një kosto më të ulët. Kemi përzierje minerale, pra premiksin, përsëri me 80 gram dhe molasën me 720. Pra edhe një herë në këtë rast, duke rritur përmbajtjen e misrit, ne kemi shtuar burimin ose kemi rritur burimin e energjisë. Kjo është rasti për lopë me prodhimtari të lartë. Tani, mund të ketë një fermer i cili pyet, po mirë, në rastin kur unë kam vetëm misër edhe hime, a mund të prodhoj koncentrat? Është e rëndësishme që koncentrata të përdoret në mënyrë të zgjuar. Çfarë do të thotë kjo? Nëse ne përdorim, pra kemi lopë të prodhimtarisë së lartë, që na kërkon 8 kg koncentrat, nuk duhet ta hedhim atë të thërën një herë, as 2 herë në ditë, por në sasirat 6 deri në 8 kg, duhet të shpërndarë në 3 herë në ditë. Sepse, po ta hedhim një herë në ditë, atëherë ajo na shkakton probleme të tjera të cilat kanë të bëjnë me ruminimin dhe me acidozat dhe me problemet e urina e tjera. Pastaj atonit, në çon në aciditet tepruar, në ketozë, të gjitha. Pra, menjëherë shenja e parë që do filloni të dalloni është që bëhet skuqja e thundrave, pjesës poshme. Ajo është treguesi i parë që kemi të bëjmë me acidozën. Aciditeti. Prandaj, ajo që rekomandojmë është në sasit kur koncentrata është 6 deri në 8 kg, duhet të ndahet në 3 vakte në ditë. Sasit më të vogla, për shembull 4 kg koncentrat, sepse ka dhe nga ata fermerë që përdorin 4, varësi nga kushti, mund të ndahen 2 herë. Një në mëngjes, pra gjysmën në mëngjes dhe gjysmën në darkë. Është e rëndësishme që gjatë përzierjes, pra nëse ju realizoni përzierje vetë në fermë, është e rëndësishme që gjatë përzierjes të hidhen në enë të pastër, në enë të thatë, të hidhen të gjithë përbërësit duke filluar nga përbërësi më i imët, siç është premiksi, e deri tek ai me bluarin më të ashpër siç është misri. Dhe përzierja të jetë sa më uniforme, me qëllim që secila prej kafshëve të mund të konsumojë raportin e duhur të përzierjes. Të mbajnë parasysh raportet e përgatitjes. Pra, kanë vetëm misër dhe hime. Pjesën e madhe e fermerëve ekstensiv këtu janë. Këtu janë në këtë situatë, doktor se ti di fermat e vogla këtu qëndrojnë. Atëre, edhe në këtë rast ne themi, po, mund të prodhosh një koncentrat, por pa hequr dorë nga premikset, të cilët bëjmë pasurimin më tej të kësaj koncentrate, dhe duke ruajtur raportet e duhura midis misrit edhe himes. Përgjithsisht në një 8 kg rekomandohet rreth 70-72%
të jetë misër, që në kilogram do të thotë rreth 5.8 kilogram, pra 6 kilogram pak a shumë, Po. hime 2 kilogram dhe premiksi është rritet pra sasia. Deri tani folëm për sasira 80 gram të premiksit. Sepse plotësoshin nevojat Me- nga shumëllojshmëria dhe sasia e produkteve të tjera. Eksakt. Kurse Por këto duke tani mbetur këtu, mallgut, duke qenë se nuk e kemi shumëllojshmërinë, nuk e kemi sojën, nuk e kemi Lulediellin, elbin, nuk e kemi- lulediellin e tjera, atëre i japim pak më shumë vlerë premiksit. po. Kështu që në këtë rast, në anë të misrit, kemi siguruar një burim të mirë energjie. Dhe himja na ofron përsëri pra fibrin, por premiksi na plotson të gjitha nevojat e domosdoshme me minerale dhe me vitamina.